migrantëve brenda 2025-s për të ulur në tavolina bisedive në pranver të 2026-s në Bashkimin Evropian, ku do të shqyrtohen politikat e reja për menaxhimin e migracionit ilegal, me një zgjidhje, me një plan që quhet Projekti Shqipëria, duke thënë se unë kam gjetur zgjidhje duke ofruar një vend jo antar të BE-s, siç është Shqipëria, për të spostuar dhe riadhesuar persona të cilët i konsiderojnë se nuk meritojnë të qëndrojnë në territorin evropian. Pra, padyshim përtej ideologjisë kaq çuditshme, pasi shohim liderin e një partie të majtë shqiptare nga një ranë dhe liderin e një partie e force, nuk mund ta quaj të qendrës djathtë, po të ekstremit të djathtë, në një misi kaq të çuditshme, por që lidhen nga interesat e tyre për të forcuar njëri për të pasur leadershipin në mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe për të pasur një rrugtim sa më mbështetës nga Italia drejt BE-s, dhe tjetra për të pasur rol qendror në politikat e Bashkimit Evropian që kanë hallin kryesor pikërisht të fluks të madh të emigrimit ilegal. Unë ftoj në memorën dhe të teleshikuesve që na ndjekin, nuk mendoj se ka pasur deri më sot në marrëdhëniet mes Italisë dhe Shqipërisë një kryeministër italian që nuk ka dashur partneritetin strategjik me Shqipërinë dhe Shqipëria nuk ka gjetur te Italia mbështetjen më të fortë pikërisht në këtë rrugtim që ka drejt BE-s. Dhe kujtoj po për memorien historike, pasi historia është një armë e fortë që ne shqiptarët duhet ta përdorim më shumë edhe në geopolitikën botërore. Partneriteti strategjik mes Italisë dhe Shqipërisë është nënshkruar në 12 shkurt të vitit 2010 mes liderit të partisë Forza Italia, ish kryeministri italian Silvio Berlusconi dhe ish kryeministri shqiptar i asaj kohe Sali Berisha. Vërtet ka qenë një partneritet strategjik me kushtet e asaj çka ofronte ai vit 2010, por është një partneritet strategjik i cili ishte fokusuar në handikapin e madh që kishte Shqipëria asaj kohe për të pasur sa më shumë investime italiane në territorin shqiptar. Dhe ky handikap i madh vijon të jetë sot shumë i fortë, pasi Italia përtej aleancës strategjike që ka me Shqipërinë, përtej faktit se ka një marrëdhënie tregtare me Shqipërinë që mbulon 20% të PPP-s shqiptare, Italia, edhe pse kemi këtë misi kaq të fortë mes dy leadershipeve, përtej puthje duarve dhe uljeve në gjunjë, Italia vijon të jetë vendi i katërt në intershkëmbimin tregtar në stimet që kanë në territorin shqiptar. Pra Italia kaq pranë Shqipërisë, duke pasur një ndërshkëmbim tregtar në 20% të PPP-s, sa i takon investimeve të sipërmarrësve italian, Italia është në vendin e katërt. Kjo tregon se është punuar keq, kjo tregon se deri më sot kemi pasur propagandë dhe me sa duket dhe Giorgia Meloni për të kënaqur edhe për të kuptuar interesat e saj të vendit të saj, ka kërkuar dhe një platformë të përbashkët investimesh, që është në fokusin asaj çka është aprovuar sot, për të qëmtuar dhe për të investuar dhe të orientuar investitorët italian në fusha sektorë kryesor që mbi gjitha kanë interes për sipërmarrësit italian. Qartë. Alban, doja një zbërthim, një analizë, lutem në mënyrë sa më të përmbledhur të asaj që Alba në fakt e cilësoi si propagandë ditën e sotme nga ana e kryeministrit. Edhe në këtë konferencë me gazetarët i kërkoi Melonit mbështetjen nesër për proceset integruese të Shqipërisë, nga ana tjetër Meloni e garantoi diçka të tillë. Tani, marrëdhëniet janë shumë të mira, e dim, midis dy liderëve. Mund të themi të paktën pamje të parë se kanë kapur majat për sa i përket bashkëpunimit edhe jo vetëm, po çfarë rëndësie ka që dy liderët prononcohen kështu? Pra, kryeministri Rama t'e kërkoi hapur mbështetjen nesër për proceset integruese të Shqipërisë në BE dhe Meloni i thot, po, patjetër që do ta jap këtë ndihmë. Atëherë vetëm për të bërë një rezume të shkurtër, disa herë kemi qenë të risa bashkë, edhe kur vetë opozita shqiptare ishte pa qartë ose nuk kishte kuraj që ta ngritte zërin, nuk kam thënë që mjafton një formim bazë i të drejtës europiane për ta kuptuar që çështja e marrëveshjes së emigrantëve me Shqipërinë nuk ka për të funksionuar dhe do të funksionojë dhe nuk ka funksionuar. Ti keni të gjithë intervistat e mia dhe nëse nuk ka dalë të gjë nga ato që kam thënë unë, atëherë është me kulpa.
Pra, mirë, megjithatë, kur unë të pyeta nëse kanë funksionuar dhe kanë qenë të suksesshme marrëveshjet midis Shqipërisë dhe Italisë, këtë nuk e renditë si të pasuksesshme, apo jo? Po, unë se quj fare marrëveshje dhe s'po fare pjesë të marrëveshje dhe t'i interesat i dy vendeve. Ajo është si thua, është kokteli ose ajo që bën që të ndihmon për tretin e ushqimit pasi ke ngrënë. Ajo është thjesht një publicitet. S'është qëllimi final dhe kryesor në vetvete ajo marrëveshje dhe nuk do pjesë ajo marrëveshje të interesat reciproke të dyja vendeve. Po cili është qëllimi kryesor, Alban, meqense e ceke? Në shumë shkime që kam thënë unë, Italia dhe Shqipëria kanë shumë gjëra më të rëndësishme për të bërë se sa çështja e migrantëve. E para. E dyta, ajo që do të themi është që propaganda është pjesë e diplomacisë, diplomacia ushtrohet përmjet propagandës, por propaganda bie nëse përkthehet në shkrim e marrëveshjes dhe në akte konkrete dhe në marrjen e përgjegjësive. Tani, nëse ne do të konsideronim propagandë faktin që Shqipëria ose Edi Rama kërkon mbështetjen e Italisë për procesin e integrimit, atëherë do të thotë që të gjithë tjerët para Edi Ramës pas kanë bërë propagandë se kanë 35 vjet që i kërkojnë mbështetjen e Italisë. Dhe nëse ju e konsideroni propagandë faktin që Italia është përgjigjur pozitivisht kërkesës së zotit Edi Rama, atëherë do të thotë që të gjithë kryeministrat e Italisë janë përgjigjur pozitivisht dhe kanë ndihmuar ose kanë qenë mbështetësit më kryesor të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe do të thotë që edhe kryeministrat tjerë pas kanë bërë propagandë. Jo, Alban, më kuptoj drejt, për ta bërë sa më thjesht, tani e meritojmë ne që të futemi në Bashkimin Evropian duke shfrytzuar edhe faktin që do të jetë Meloni një nga eksponentët kryesor të këtij unioni, apo po shfrytëzojmë misin? Se kjo është pyetja. Atëherë, nëse ne do flasim për një proces të mirëfillt meritokratik, i pari që do dalë nga Bashkimi Evropian është vetë Italia që është vend themelues. Pra, madje integrimi i Greqisë, nëse do të ishte me parametrat e sotëm, nuk e di nëse do të ishte realizuar ndonjëherë apo jo. Unë mendoj që gjithmonë ka pasur nuanca politike dhe interesa gjeopolitike në procesin e antarësimit në të vende të reja. Mendoj që tashmë interesi geopolitik dhe politik në vetvete i antarësimit të vendeve të reja është bërë akoma dhe më imediat dhe më i domosdoshëm dhe më i rrëfishëm pas konfliktit të Ukrainës. Pra do të thotë që Bashkimi Evropian është i predispozuar sidomos për vendet të cilat janë identitet evropian, pra për Shqipërinë, ndodhen në zemrën e kontinentit evropian që është Ballkani Perëndimor, dhe nëse do të na ndihmonin ose nëse do të na toleronin në procesin e integrimit, edhe pse është një proces meritokratik për plotësimin e kapituleve e standardeve, unë mendoj që këtë gjë do t'ja kishin bërë nëse do ishte Berisha akoma kryeminist, apo edhe pse është Rama. Nuk mendoj që lidhet me individët se kush është kryeminist. Interesat të shtetërore, interesa që lidhen me shumë faktorë, lidhen me çështjet e historisë, me çështjet e sigurimit, dhe fakti që sot ka fatin e tij që Edi Rama të jetë kryeminist, kjo nuk na bën që ne ta përligjim çdo gjë që mund bëj ai në raport me Italinë apo me vendet e tjera në optikën e një propagande apo një optikë që themi që Shqipëria nuk e meriton, por Shqipërinë po e fusin në Europë sepse Shqipërinë duan ta fusin në Europë. Po edhe sikur të ishte kjo, do të ishte një lajm shumë i mirë që ta fusin në Europë dhe pastaj nëse shqiptarët janë të betishëm dhe kanë një alternativë serioze